Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Helmut Lohan, i dorëzoi kryeministrit Sali Berisha pyetësorin mbi bazën e të cilit Komisioni Evropian do të përgatisë opinionin mbi kërkesën e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe bëri thirrje për kapërcimin e ngërçit të tanishëm politik në vend. Zoti Lohan tha në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Berisha se pyetësori është një hap i ri historik në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Fjala është për mbi 2000 pyetje të përfshira në 384 faqe, përmes të cilave autoritetet shqiptare do të kërkojnë shpjegime për ecurinë e vendit në gjitha fushat dhe përputhjen me kriteret e anëtarësimit. There are 2280 questions on 384 pages. Janë 2280 pyetje në 384 faqe, thot ambasadori Lohan. Ato janë gjithashtu një tregues i seriozitetit me të cilin Bashkimi Evropian përpiqet të mbledhë informacion sa më të plotë mbi gatishmërinë e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe plotësimin e kritereve të Kopenhagenit. Ai tha se Komisioni Evropian do të analizojë përgjigjet me kujdes të madh dhe do t'i bëjë vlerësim ecurisë në gjitha fushat, përfshirë sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. In this context, I would like to underline once again the utmost importance of what is called the political criteria. Në këtë kontekst, thot ambasadori Lohan, dëshiroj të theksoj rëndësinë e madhe që kanë kriteret politike, funksionimi i demokracisë dhe institucioneve demokratike, shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të minoriteteve. Ambasadori i Bashkimit Evropian bëri thirrje që reformat për integrimin e Bashkimin Evropian duhet të bazohen mbi një konsensus sa më të gjerë politik. Further progress towards the European Union requires difficult reforms. Ecja e mëtejshme drejt Bashkimit Evropian, tha ambasadori Lohan, kërkon përshpejtimin e reformave, reforma të vështira në fusha si integrimi në Bashkimin Evropian, të cilat duhet të bazohen në konsensus politik sa më të gjerë të mundshëm. Be based on the broadest possible political consensus. Në një referencë të qartë për mungesën e opozitës në parlament, zoti Lohan theksoi se vendi për debat politik është brenda parlamentit. Recall once again that the place for political debate is inside Parliament. Ritheksojmë edhe një herë, thot ambasadori i Bashkimit Evropian, se debati politik duhet të zhvillohet brenda në parlament. Po t'i referohemi, tha ai, konkluzioneve të Bashkimit Evropian, mund të citojmë nga deklaratat e saj se Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha partive politike në Shqipëri që të zhvillojnë një dialog politik konstruktiv duke u përfshirë brenda në parlament. Sipas tij, Komisioni Evropian uron që kjo ngecje apo ky ngërç i jetës politike në Shqipëri të tejkalohet tani ose në fillim të vitit që vjen, në mënyrë që vendi të ecë përpara ashtu siç dëshironi gjithë populli shqiptar. Më 16 nëntor, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian miratoi kërkesën e Shqipërisë, e cila është dorëzuar që në fund të muajit prill. Autoritetet shqiptare kanë deklaruar prej kohësh se ata kanë kryer të gjitha përgatitjet për të nisur menjëherë nga puna me pyetësorin. Kjo fazë e procesit zgjat përgjithsisht deri në 18 muaj, por qeveria shqiptare ka deklaruar se shpreson ta përmbyllë dhe të marrë statusin e vendit kandidat brenda vitit të ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.